E vërteta e dobësimit dhe gënjeshtra e dietave dhe produkteve që reklamojnë për dobësim. Për shumë vite, industria e dietave dhe produkteve të dobësimit ka manipuluar njerëzit me premtime boshe dhe metoda të paqëndrueshme për humbjen e peshës. Sot, në treg mund të gjesh pafund dieta ekstreme, suplemente magjike, pajisje që premtojnë të heqin dhjamin pa ushtrime dhe reklama të krijuara për të mashtruar publikun. Por cila është e vërteta? Si mund të humbasësh peshë në mënyrë të shëndetshme dhe të qëndrueshme? Gënjeshtrat e dietave dhe produkteve të dobësimit. 1. Dietat ekstreme dhe të shpejta. Dietat si ato pa karbohidrate, vetëm supë, keto radikale apo detot me limon mund të çojnë në humbje të shpejtë peshe, por kjo vjen kryesisht nga lëngjet trupore dhe jo nga dhjami. Sa por i kthehesh në një regjim normal ushqimor, pesha kthehet përsëri, shpesh edhe më e lartë. Kufizimi ekstrem i ushqimit mund të çojë në mungesa ushqyese, lodhje, rënje të metabolizmit dhe probleme me shëndetin mendor. 2. Çajrat dhe ilaçet për dobësim. Pjesa më e madhe e këtyre produkteve funksionojnë si diuretik ose laksativ, duke të bërë të humbasësh vetëm ujë dhe jo dhjam. Disa mund të kenë efekte anësore serioze si probleme me tretjen, rrahje të shpejta të zemrës dhe dëmtime të veshkave apo mëlçisë. Nuk ekziston asnjë pilulë magjike që djeg dhjamin pa pasur nevojë për një deficit kalorik dhe aktivitet fizik. 3. Pajisjet dhe rripat që djegin dhjamin pa ushtrime. Këto produkte shpesh reklamohen me imazhe të trupave perfekt, por nuk kanë asnjë bazë shkencore. Djegja e dhjamit ndodh në nivel sistematik në trup, jo vetëm në një zonë të caktuar ku vendos një pajisje ose rriv. 4. Metabolizmi i ngadaltë si justifikim. Shumë njerëz fajsojnë metabolizmin për shtimin e peshës, por në realitet, pjesa më e madhe e tyre hanë më shumë kalori se sa mendojnë. Mbajtja e një ditari ushqimor mund të ndihmojë për të kuptuar saktësisht sa kalori konsumohen dhe ku qëndron problemi. E vërteta e dobësimit. Dobësimi nuk është një proces i mistershëm apo i ndërlikuar. Ai bazohet në një parim të thjeshtë, deficiti kalorik. Kur trupi harxhon më shumë energji se sa merr nga ushqimi, ai fillon të përdorë rezervat e dhjamit për të prodhuar energji. Kjo është mënyra e vetme e garantuar për të humbur peshë. 1. Ushqyerja e balancuar. Nuk është e nevojshme të ndalosh karbohidratet apo yndyrat, por është e rëndësishme të konsumosh ushqime të pasura me proteina, fibra dhe yndyra të shëndetshme. Ushqimet e përpunuara dhe sheqernat e tepërta duhen shmangur sa më shumë të jetë e mundur. 2. Deficiti kalorik. Të hash më pak kalori se sa trupi harxhon është mënyra e vetme për të humbur peshë. Kjo mund të arrihet duke zvogëluar pak nga pak sasinë e ushqimit që ha çdo ditë, pa qenë nevoja për kufizime ekstreme. 3. Aktiviteti fizik. Stërvitja ndihmon në rritjen e metabolizmit dhe ruajtjen e masës muskulore, duke e bërë procesin e dobësimit më efektiv dhe të qëndrueshëm. Nuk është e nevojshme të kalosh orë të tëra në palestër, edhe ecja e përditshme, ushtrimet e lehta dhe lëvizja aktive ndihmojnë shumë. 4. Gjumi dhe menaxhimi i stresit. Mungesa e gjumit dhe stresi ndikojnë negativisht në hormonet që kontrollojnë urinë dhe metabolizmin. Gjumi i mirë dhe reduktimi i stresit mund të ndihmojnë për të mbajtur peshën nën kontroll dhe për të shmangur ngrënien emocionale. Përfundimi. Dobësimi është një proces që kërkon durim, qëndrueshmëri dhe një qasje të balancuar. Nuk ka nevojë për dieta ekstreme, suplemente magjike apo pajisje që premtojnë rezultate të pabesueshme. E vetmja mënyrë për të humbur peshë në mënyrë të qëndrueshme është të kuptosh se si funksionon trupi dhe të ndjekësh një mënyrë jetese të shëndetshme. Mos bjer prej marketingut të rrem dhe mos harxho para për produkte që nuk kanë efekt real. Fokusoj ushqyerjes së shëndetshme, aktivitetit fizik dhe një jetese të ekuilibruar. E vërteta e dobësimit është shumë më e thjeshtë se sa përpiqen ta bëjnë të duket.